institucionet shkollore është shumë e rëndësishme të theksohet që frekuentimi i shkollës nga ana e nxënësve duhet tjetë selektiv në momenti që kemi fëmijë të infektuar. Pra të gjithë prindrit të cilët i kanë nën trajtim mjekësor fëmijët e tyre apo i kanë nën efektin e temperaturës, duhet të jenë shumë të kujdesshëm për dërgimin e tyre në këto institucione, sepse ata janë potencialisht shumë infektues për komunitetin në cilën frekuentojnë, pra klasën edhe shkollën. Është shumë e rëndësishme nga ana e prindërve sa i përket moshave të pediatrike, do thosha, kryesisht foshnjore, në momente e konstatimit të temperaturës tek fëmija e tyre, mos të neglizhojnë për ta adresuar pranë shërbimit mjekësor, qoftë pediatrik, qoftë qendër shëndetësore publike, qoftë mjeku të tyre të besuar, sepse më pas ndodh ajo që në mënyrë të përsëritur pranë urgjencës së QSUT-s, kemi mbingarkesë duke neglizhuar identifikimin, diagnostikimin dhe më pas trajtimin në kohën e duhur të fëmijëve të tyre.